ta flasim këtu, edhe për efekt kohë po dhe gjë është një fakt i ditur, tashmë është koha për dëshmuar. Pra ju është më shumë se çështje gjeostrategjike, një rrështim gjeopolitik. Patjetër. Në fund ditës ne jetojmë në epokën e sigurisë dhe energjia është leva kryesore dhe komponenti kryesor dhe instrumenti kryesor i cili përbën padyshim panoramën e gjerë të sigurisë kombëtare të një vendi. Praktikisht, me refuzimin e këtij projekti, siguria kombëtare e Republikës Kosovës është e cënuar, sepse siguria kombëtare nuk cënohet patjetër vetëm në kontekstin territorial, por mund të kërcënohet shumë më shumë përkatësisht dhe përmes elementeve dhe instrumenteve të tjerë përtej territorialitetit. Dhe një element thelbësor ka të bëjë pikërisht me gazet amerikan, me projektin e gazet amerikan, një projekt që siç e thash është i rëndësishëm, është jetik për Republikën e Kosovës. Bashkëpunimi me SBA-n nuk është vasalitet. Bashkëpunimi me SBA-n nuk është nështrim. Bashkëpunimi me SBA-n është mirënjohje, është partneritet, dhe patjetër që si partner më të vegjël, në shqiptari, secili komponent dhe faktor shqiptar në rajon duhet bëj atë që i takon. Jo më shumë